Tjetër sukses i ekipit të Vllaznisë në basketboll për meshkuj, pasi ka sfiduar Tiranën në kampionatin shqiptar, Superliga shqiptare, fiton edhe ndaj ekipit me shumë emër të Kosovës, Golden Eagle Ylli i Suarekis. Urime profesor Vllazani. Faleminderit goc. E prisnit një fitore të tillë, duke pas parasysh se përballë kishit një nga skuadrat më të mira kosovare, me një përbërje të jashtëzakonshme nga Europa deri nga ligat më të larta në Amerikë. Du të them atë që ju kam thënë gjithmonë gjithëve kur më drejtojnë këtë pyetje. Skuadra jonë në çdo ndeshje, si hupi, si fitoj, ne do hymë me dhanë maksimumin ton, pavarësisht kundërshtarit. Du të përgëzoj sot ekipin e Yllit sepse kanë bërë një lojë të jashtëzakonshme, shumë të fortë. Na kanë vënë vështirësi gjatë gjithë lojës. Mendoj që djemt tonë e doshin fitoren shumë fort sot dhe kanë luftuar në mënyrë të jashtëzakonshme për çdo top të diskutueshëm, kanë luftuar në mënyrë të jashtëzakonshme për çdo sulm dhe për çdo mbrojtje. Dhe sot jam shumë krenar që kam fatin me kënd trajner i këtyre djemve. Në fakt nisi më mirë ekipi mysafir nga Kosova, teksa fitoi periudhën e parë, por përmbysja erdhi më pas për Vllaznin. Çfarë riparuat në lojën tuaj? Nuk mund të them se riparuam diçka, por mund të them që rritëm fizikalitetin, përplasjen në luftë në çdo moment. Dhe mendoj që lojtarët kanë fituar besim te ajo çfarë po ndërtojmë. Dhe kanë fitu besim edhe në pjesën taktike të lojës tonë. Edhe nuk dorëzohen pavarësisht jena plus apo jena minus, vazhdojmë njësoj me të njëjtin ritëm edhe nuk dorëzohen. Profesor, thamë edhe më herët, po bëni mjaft mirë në Superligën e basketbollit shqiptar, tash jeni në vendin e dytë pas ekipit Lezhjan kryesues, por duke mundur dy ekipet me emër të Kosovës, Peje në transfer dhe tashmë edhe Suareken, ka pretendime Vllaznia në Ligën Unike? Them drejtën, nuk është se kena pretendime, por ne hym me lujt fort dhe pavarësisht kundërshtarit ne përpiqena me dhënë më të mirën dhe rezultatet, jo kam thënë, rezultatet kanë me fol nëse ne vazhdojmë me këtë ritëm. Shikoj një farë rezerve për Ligën Unike, por gjithsesi rezultatet flasin ndryshe. Kur themi se keni mundur në transfer Pejen dhe sot sapo mundet Golden Eagle Yllit. Jam shumë krenar, them, ndoshta nuk e shprehi sa duhet në gëzimin tim. Do thash jam shumë krenar për këto djemë që po drejtoj, edhe sot më kanë bërë mu duk shumë mirë. Kështu që i falenderoj nga shpirti, pavarësisht se sot nuk e kishim plot sallën, edhe shikuesit aq sa ishin, na kanë dhënë një mbështetje të madhe. Po duhet t'i falenderoj djemtë e mi për shpirtin e garës që kanë edhe pse kushtet tona ekonomike nuk janë të krahasueshme me Pejen. Po kena zemrën e madhe, kena dëshirën e madhe për me fituar. Ndeshja radhës për ekipin Kuqiblu? Ndeshja radhës është ndeshja me Elbasanin, ditën e shtunë, po prapë në shtëpi, në orën 6. Deri ku do të shkojë kjo Vllazni? Nuk po ndalet nga ndeshja në ndeshje, duket që është 10 fitore radhazi kjo. Ne do vazhdojmë me ul kokën fort e me punu dhe me marr me veten tonë, jo me kundërshtarin, me analizu veten tonë sa më shumë çfarë mundena me rregullu nga ndeshja në ndeshje, pavarësisht se kena fitu. Ne ulim kokën edhe do vazhdojmë me punu fort. Sukses profesor. Faleminderit.